Premtimi për rregullimin e rrugës së fshatit turistik të Funarit mbetet i pambajtur për të tretin vit radhazi. Ndërsa kërkonte mandatin e dytë, kryebashkiaku Gledian Llatja në fushatën e 2023-shit premtoi se rruga është një nga sfidat tona kryesore që na ngel si përgjinërin ashtu edhe Funarin. Ne këtë vit do rregullojmë pjesën e parë të rrugës ekzistuese. 2 vite më vonë, duket se premtimi është harruar fare nga bashkia. Pyetur nga faktoje për ndonjë përditësi mbi pastrimin e premtuar, Bashkia Elbasan na drejtoi tek përgjigjja e dhënë vitin e kaluar. Ndërkaq, në përgjigjen e vitit 2024, bashkia na informoi se përgjegjësia për rrugën i ka kaluar Këshillit të Qarkut Elbasan, ndërsa Këshilli i Qarkut Elbasan na informoi se nuk ka kryer asnjë investim për rrugën e Funarit dhe nuk ka parashikuar fond për këtë rrugë. Në tetor 2025, faktoje vëzhgoi se rruga e Funarit ishte shtruar në disa vende. Megjithatë, në pjesën më të madhe të saj ende nuk ishte vendor. Po ju si mendoni? A do të bëhet premtimi kryebashkiakut Llatja për rrugën e Funarit? Premtimi për ndërtimin e pikave të grumbullimit bujqësore në 3 fshatrat e Elbasanit mbetet i pambajtur për të tretin vit radhazi. Kryebashkiaku Gledian Llatja në fushatën e 2023-shit premtoi se do ndërtojmë pikën e grumbullimit të frutave në Shushicë, pikën e grumbullimit Mbratashesh, do ndërtojmë pikën e grumbullimit dhe të përpunimit vaj ullirit në Gjergjan, por edhe punishten artizanale të Qershisë. Megjithatë, në fund të vitit 2025, duket se Bashkia Elbasan e ka harruar premtimin që Llatja dha gjatë fushatës. Pyetur nga faktoje për ndonjë përditësi mbi premtimin, Bashkia Elbasan na drejtoi këtë përgjigje e dhënë vitin e kaluar, një përgjigje që nuk jepte asnjë informacion konkret mbi ku, kur dhe si do të krijojnë këto pika. Në tetor 2025, faktoje vëzhgoi se në Shushicë, Mbratashesh dhe Gjergjan nuk ekzistonin pika grumbullimi. Në 2023-shin, Bashkia Elbasan na kishte thënë se është menduar që të ngrihet një pikë grumbullimi për frutat në njësinë administrative Shushicë, në vendin e quajtur ish qendra e rezervave të shtetit. Kështu faktoje, për të tretin vit radhazi, u nis për tek ish rezervat e shtetit. Pemët e kopshteve nga të dy anët e rrugës përkuleshin nga shegët dhe rushi. Buzë rrugës, vendas të moshuar shisnin prodhimet e Baxhës pavarësisht shiut, ndërsa qendra e rezervave të shtetit duket se po shërben si pikë grumbullimi skrapi, mbushur me motomjete të prishura stivuar në kapica. Po ju, si mendoni? A do të kujtohet kryebashkiaku Llatja për ndërtimin e pikave të grumbullimit në këto fshatra? Pas 5 vitesh pa shkollë, fëmijët e fshat Tregan në Elbasan do të bëjnë mësim në një godinë të re. Rindërtimi i shkollës Jonus Çarçiu në Tregan ishte ndër premtimet e kryebashkiakut të Elbasanit gjatë fushatës vitit 2023. E vetmja shkollë e fshatit turistik ishte mbyllur si pasojë të dëmtimeve nga tërmeti në vitin 2019. Për 5 vite me radhë, Bashkia Elbasan priste financimin nga buxheti i shtetit për rindërtimin e kësaj shkolle. Më në fund, për vitin zgjedhor 2025, qeveria ka parë të arsyeshme të financojë projektin e rindërtimit me vlerë 161 milion lek. Shkolla nisi rindërtimin në tetor 2024 dhe hapi dyert për nxënësit në shtator 2025. Pas 5 vitesh zvarritje, shkolla u prish dhe zëvendësua me një godinë më të madhe e moderne brenda një viti. Prindrit, mësuesit dhe 200 nxënësit janë të gëzuar që nuk duhet të ndjekin më mësimin me turne në Kuqan, 5 kilometër larg. Ata tani shpresojnë se bashkia do ta çojë punën deri në fund, duke riparuar rrugën që të çon tek shkolla, e cila është dëmtuar dukshëm nga makineritë e ndërtimit. Premtimi për pastrimin e projit të fshatit Shushicë mbetet i pambajtur për të tretin vit radhazi. Gjatë fushatës zgjedhore në 2023-shin, kryebashkiaku Gledian Llatja u zotua përpara banorëve të fshatit. Pranvera kur të pushojnë shirat, fillojmë dhe pastrimin e Gurrës. Ne kemi dhe një projekt tjetër që duam të pastrojmë projin e Shushicës, Gurrën tuaj këtu, Gurrën e Shushicës. Dim që ka probleme, ka sjell prurje të mëdha, nuk është pastruar. Duam të pastrojmë atë. 2 vite më vonë, duket se premtimi është harruar fare nga bashkia. Pyetur nga faktoje për ndonjë përditësi mbi pastrimin e premtuar, Bashkia Elbasan na drejtoi tek përgjigjja e dhënë në vitin e kaluar. Në 2024, Bashkia Elbasan pranoi për faktoje se nuk ishte një projekt rehabilitimi për Gurrën e Shushicës. Në tetor 2025, faktoje vëzhgoi se proji i Shushicës ende nuk ishte i pastruar. Të dy anët e tij ishin të mbushura me mbeturina. E njëjta pamje si në verifikimet e fundit në terren në shtator 2024 dhe në tetor 2023. Po ju si mendoni? A do të mbahet ndonjëherë premtimi i kryebashkiakut të Elbasanit për pastrimin e Gurrës së Shushicës?